Festa e vërtet. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Erdhi dita e Kurban Bajramit, dita e gëzimit për umetin islam. Kjo ditë përçon në shpirtrat dhe zemrat e myslimanëve dritën e besimit, të devotshmërisë, të sakrificës, të vëllazërisë, të unitetit dhe të lumturisë. Në këtë ditë të begat, myslimanët anë mban botës urojnë njëri tjetrin me fjalët më të mira, më të ëmbla dhe më kuptimplote. Në Kuranin e Shenjtë ka ajete që flasin për gëzimin e besimtarëve. Allahu i madhëruar thot: thuaj, me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Dhe atë ditë do të gëzohen besimtarët. Dhe janë të gëzuar për çfarë u ka dhënë Allahu nga dhuntitë e tij, dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre, dhe ende nuk kanë rënë martir, sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret, nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Kjo ditë kënaq shpirtrat dhe shëron zemrat që janë në kraharore. Vallë, çfarë është festa e vërtet? Festa e vërtet është kur njeriu kthehet te krijuesi i tij, Allahu i madhëruar, dhe është afër tij. Festa e vërtet është kur njeriu ecën në rrugën e profetit Muhammed dhe të familjes së tij të pastër e të dëlirë. Festa e vërtet është kur njeriu zbaton Kuranin e Shenjtë në jetën e tij. Festa e vërtet është kur njeriu e ndriçon shtëpinë e tij me përmendjen e Allahut fuqiplot. Festa e vërtet është kur njeriu përçon në zemrat e të tjerëve dashurinë dhe qetësinë. Festë e vërtet është kur hiqet dorë nga mosmarrveshjet dhe nga mospajtimet. Festë e vërtet është kur jep atij që nuk të jep. Festë e vërtet është që të falësh atë që të ka bërë pa drejtësi. Festë e vërtet është kur ta shkulësh urrëtitjen dhe armiqsinë nga zemra. Festë e vërtet është kur njeriu kthehet në kthjellësinë dhe në natyrën e tij të pastër. Festë e vërtet është kur njeriu nuk i bën mëkat Allahut. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, thot: çdo ditë që nuk i bëhet mëkat Allahut, ajo është ditë feste. Betohem në Allahun, sikur zemrat e myslimanëve të ishin aq të mëdha sa gjuhët e tyre, do të ndërronin historinë e njerëzimit. Sikur zemrat e myslimanëve të jenë aq të ëmbla sa gjuhët e tyre në ditën e Bajramit, ata do të ndryshojnë historinë. Sikur myslimanët të jenë të bashkuar ashtu siç bashkohen në namazin e Bajramit, ata do të jenë gjithmonë triumfues ndaj të këqijave dhe intrigave. Sikur shpirtrat e myslimanëve të përshëndeten e të rroken ashtu siç përshëndeten dhe rroken duart e tyre në ditën e Bajramit, ata do t'i zhdukin të gjithë faktorët e përçarjes. Sikur shpirtrat e myslimanëve të buzëqeshin çdo ditë, ashtu siç buzëqeshin buzët e tyre në ditën e Bajramit, ata do të jenë me melekët. Sikur myslimanët të therrin egon e tyre, ashtu siç therrin bagtin për kurban, të gjithë ditët e jetës së tyre do të jenë festë. Sikur myslimanët të veshin moralet e bukura, ashtu siç veshin rrobat e bukura për Bajram, ata do të jenë umeti më i mirë në sipërfaqen e tokës. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë: me të vërtetë, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë çka në vetvete. O Zoti ynë, na mundëso që t'i bëjmë ditët tona ditë feste. O Zoti ynë, na ndriçoj jetën tonë me dritën e besimit dhe me dritën e Kuranit.
për hir të profetit Muhammed edhe familjes së tij të pastër.